fakt, unë kam 2 shoqe të ngushta dhe të dyja janë akrepa. Edhe gjithmonë kemi thënë që si ka mundësi që na shkon muhabeti kaq mirë, si ka mundësi që se kemi gati 10 vjet shoqëri, mos më shumë. Edhe gjithmonë themi si jemi përshtatur kështu në këtë lloj mënyre. Mirë, në aspektin shoqëror je okay. Pastaj të pjesa e romancës do shohësh e do bësh ndoshta rrugës. Romancën do pres çfarë do më sugjeroj. Akrepi pra ta. Ta dish që një numri 1 ky është ndër. Po edhe ka sigurisht të provuar marrëdhënie shoqërore, kështu që një farë mënyre kam parë që shkon. Ja bën e gjitha. Ja rregulluar se si do shkojnë gjërat për ty. Po, të ndalemi pak edhe të këto marrëdhëniet me shenjat e tjera, pavarësisht se nuk është se jam interesuar shumë të thellohem tek shenjat e tjera, po gjithsesi po ja për shumë për shoqet. 3-4 shenja mund të kemi që të thelluar, se ke shoqëria kam lloj-lloj shenjash. Në fakt edhe ke britësjapi kam si gjyshen, ashtu edhe një nga mikeshat e mia të tjera që është tek më të ngushtat e mia. Çuditërisht kam vënë që edhe me vllajin kam një marrëdhënie on and off, si thua, se ai është çfarë bie dashi.